dallimi më i madh i muslimanëve karshi alemit botës ila besimit, imanit. Pa iman çai thuri kujna. Ai ti thot kam produkta, Ty çka ke bë thot? Çe du kur gjao. Ti mund të më thonë që i kum shfizu prodhimet e tua. Ama kur i thon jam besimtar, unë jam musliman, ajo ndryshon mohabeti. Thot Allahu xhelalu ala, ata të zot kanë besuar, wa tatma'innu qulubuhum. Dhe qetësohen zemrat e tyre. Çka do të më qetësojë vëzë njëri për më kanë rahat? Çka andaj ti shef njerëz thot, krejt bejbana prapë su banën këto të mitë rahat. Ja u blejta shpijen, ja u bojna këta, i martova, për këto u dërmova ta njetën, thot të prapë së pëmdojnë. Po gabim e kjo, po gabim të kjo. Ti të munue, gotën nga e prapa, me e mush me uj. Ti dhune detin ja hedha kësaj gote, ama ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të shëndrohen zemrat si gota e mbrapsht. Kthehet që kjo gotë për më mush duhet me rrethi i hap çaj. Kto e mshel, me këti gotën kështu prap, oqeanin nxjerrën mbi ta, njëri thot sigurisht tu palesa u mush hiç. Nuk u mush hiç se kanal nuk ka. Andaj ti jep zor ta baje ta kënaqje edhe në fund ata thonë hajde më shpejt se je plak, hajde shkon në herat mos ta zën ullën. A para më vëzër çaj njëri më u pasmor zemrat. Sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kajt një dunja për ata. Enes ibn Malik thot radiallahu an, që ka të spëllim në Bukhariu, kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mu ka terru dunjaja. Apo, mu ka terru dunjaja. Sot i gjenjes ka njëherë, kur ju vdes dikush thot, gati që thot elhamdulillah. Kjo është problematike, pse? Se ka mor zemrën. Nuk e ka mor zemrën. Thot Allahu xhelle xhelalu, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, qetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Shikoj se ka vërtetu këta vëzë. Ela bi dhikrillah. A nuk e dini ju se veç me përmendjen e Allahut që të sonë zemra? Shkëmë se formulimi ka ardhë në këta jetë. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Po ju a nuk e dini se zemra veç me përmendjen e Allahut që të sota? Shumë njëri ju vëzër para me no. Kujton se si ta shtroje bukën mirë, kur ta ketë hizmetin e mirë, ku të veshët mirë, apo parfemin e mirë, veturën e mirë, po 100%, apo sa të hi në restorant të i thu, po mirë o lo këtë regull, e ftirëm pse e ki ba mos përmemi tash popëj caktur, pse i nëzini jo vlo, po thot ma shlojbe kjo një fjallë, mbani, pilim mbani, kupton disi që tua muhabeti, që tua zemra, shikoni për nga mberin sallallahu alaihi wasallam, vëzër, pa në më gjitha të lufta i ka pas, gjitha të presione i ka pas, mrena i ashtë, pi të në ande, pi botës e gjinëve, pi botës njerëzve, munafika, të lojle problemi, ka hinë shpit vetë, edhe tash, para meno, kitë të probleme, tash edhe gryja vetë, tash u ka nërvëzu t'i shka. Ama për jënë samë, kur këtu kur e ki stabil këtu mrejna, trupi s'ka lidhë pëse lodhët. I ka thonë, o jajshe, pe dibe kur i e nërvëz me muë. Ama shumë kështu me komoditet e ka thonë. Ka thonë, ja Rasulullah, për qysh pe di? Ka thonë, po kur po i e nërvëz? Po dhu pa shalë, zotin e Ibrahimit. Kur po i e knas me mu, po dhu pasha zotin ta në Muhammed. Ka thonë, ba Allah i qështu, ja Rasulullah. Edhe ka qetësue. Shikoni vetë tani, dietar kur e komentojnë këta, kanë thonë pejgamberi sa ku e ka gjetë këtë energji. Pi luftë mu kthi me gruin me mujt me bosh muhabeti. A njëri pi çajtorës kthehet, i thotë gryza shuj se shumë nervoz jam. Se kin luftë kon. E ka shirue, këtë botën arabe, lindjen, perëndimin, këtë mos un fal thotë se jam nervoz. Po ç'a bën edhe ti s'ke s'bë kur gjë. Kur kush ta ka prish në dunjë. Kjo vëzhgim se këtu se zemra nuk e ka këtë tamam. Ki vallaj me pas zemrën tamam, thotë Sheikhul Islam Udemie, zemra njeriu ta më e gjanë se bota. Se kjo zemra vëzër duhet me besu Allahu xhelle xhelalu e kuma dunjaja. Thotë Allahu ala bi dhikrillah, veç me përmendjen Allahu që të zemra. Veç me përmendjen Allahu xhelalu ala që të zemra.